cila është mënyra më e sigurt dhe më e shëndetshme e përpunimit produktit? Përzierja, cila? Zjerja vetvete është kur ti do t'i hapësh gjithë vlerat dhe gjithë timin lëngut. Qofse ti fut në një enë me ujë dhe ke ujë të ftohtë, fut mishin dhe fillon e ngroh, gjithë lëngjët aty do 5 gradë ndodh ndryshime, hapen ato lindet lidhore, del lëngu, po lëngun vetvete ka dhe vlerë dhe ka dhe shi. Dhe mishi nuk ka më vlerë, e ka lëngu. Se pullet për shumë që kanë marru procesin e vezëve që janë të plakura, themi, e bëjnë supën të mirë, sa ti me lëngun, mishi atyre s'hahet. Nuk hahet. Mbajnë 2 javë në frigorifer, ti këtë bëja të themi motorin. 0 deri në 2 gradë mbajnë, nuk mbajnë ngrirje. Atëherë po mendonin kur ishim tali, si ta bëjmë këtë pulën që t'jetë shishme. Tek e galinë vazhdo po bënë, nuk është kjo, ne duam t'ja dhe mishin t'ja përdorim. Njërë tha njëri, e di si bënin ato nona, tha, gjyshe. Dhe morëm ne mishin asaj, i hoqim ato tendinat, ato gjërat, ato kartilazhet, ato kockat, e pastruam, e futëm me grim, e marinuam, e bëm dhe me qik vezë, me qik parmigiano, me kështu, me pangratato, me herza se pula, për shumë dhe shke rozmarina, ke timo, nuk është ke rigoni, ke këto që është mishi kuq. Kur kam ngrënë ato polpeta, po them, isha dhe uritur, do t'jeshtë dhe uritur. Tash, jo më të mirë nuk ka. Edhe u haka pula vjetër. Se to tentosh të hash kështu në mish nuk ha dot.